Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në qytetin e Gjirokastrës, një nga problemet më shqetësuese që po vihet re në vitet e fundit është mungesa e psikologëve në shkolla, në institucionet arsimore. Shkollat të cilat duhet të ofrojnë mbështetje jo vetëm akademike, por edhe emocionale për nxënësit përballen një boshllëk të theksuar në këtë drejtim. Në qytetin e Gjirokastrës, një nga problemet më shqetësuese që po vihet re në vitet e fundit është mungesa e psikologëve në institucionet arsimore. Shkollat të cilat duhet të ofrojnë mbështetje jo vetëm akademike, por edhe emocionale për nxënësit, përballen me një boshllëk të theksuar në këtë drejtim. Nevoja për psikolog është rritur ndjeshëm, sidomos për shkak të problemeve të lidhura me stresin, bullizmin dhe vështirësitë sociale që hasin nxënësit. Megjithatë, shumë shkolla në vend funksionojnë pa një specialist të mirëfill, duke ia lënë këtë rol stafit pedagogjik, i cili shpesh nuk ka formimin e duhur për të trajtuar çështje të tilla. Situata bëhet më alarmante në dritën e disa rasteve tragjike të raportuara përgjatë vitit të kaluar, ku ka patur regjistrim të vetvrasjeve të fëmijëve. Këto ngjarje tronditën opinionin publik e për më tepër qytetin e vogël Gjirokastrës, ndërsa janë ngritur edhe pikpyetje serioze për këtë të fundit. Pavarësisht hetimeve të nisura, familjarë dhe qytetarë deri më tani shprehen se nuk ka patur përgjegjësi të qarta apo përfundime bindëse nga organet e drejtësisë lidhur me këto ngjarje të rënda. Arsyet e kësaj mungese lidhen me disa faktorë. Një ndër to është numri kufizuar i profesionistëve të kualifikuar që zgjedhin të punojnë në qytete të vogla si Gjirokastra. Po ashtu, kushtet e punës dhe niveli i pagave nuk konsiderohen gjithmonë të rrejse për specialistët e rinj, të cilët shpesh preferojnë të qëndrojnë në qytete më të mëdha ose të emigrojnë. Ekspertët e arsimit paralajmërojnë se mungesa e psikologëve mund të ketë pasoja afatgjata në zhvillimin e nxënësve në të gjithë vendin. Pa mbështetjen e duhur profesionale, shumë probleme mund të mbeten të paadresuara, duke ndikuar në performancat shkollore dhe mirëqenien emocionale të fëmijëve. Autoritetet lokale dhe institucionet përgjegjëse nuk kanë marrë asnjë lloj mase të tillë për të përmirësuar situatën, duke rritur investimet në shërbimet psikosociale dhe duke krijuar politika që tërheqin dhe bajnë profesionistë të kualifikuar në sistemin arsimor. Në një kohë kur sfidat sociale e psikologjike po bëhen gjithnjë më të pranishme, sigurimi i mbështetjes profesionale në shkolla nuk është më një luks, por një domosdoshmëri. Ndryshojmë natyrën e informacionit. Procesi i vettingut në Shqipëri, nisur që prej vitit 2016 si pjesë e reformës në drejtësi, është konsideruar si ndër ndërhyrjet më të thella për pastrimin e sistemit nga korrupsioni dhe ndikimi politik. Me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar dhe pritshmëri të larta nga publiku, vettingu synoi të rikthente besimin tek drejtësia përmes kontrollit të figurës, pasurisë dhe aftësisë profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por me sa duket frytet e tyre vijojnë të mbeten ende në mëdyshje. Procesi i vettingut në Shqipëri, nisur si pjesë e reformës në drejtësi pas vitit 2016, u konsiderua një ndër ndërhyrjet më të thella për pastrimin e sistemit nga korrupsioni dhe ndikimi politik. Me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar dhe pritshmëri të larta nga publiku, vettingu synoi të rikthente besimin tek drejtësia përmes kontrollit të figurës, pasurisë dhe aftësive profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në vitet e para rezultatet ishin tronditëse. 10 rezultate të drejtësisë u shkarkuan ose u dorëhoqën përpara se të përballeshin me procesin. Kjo krijoi një perceptim se sistemi kishte qenë i kapur dhe i korruptuar në nivele të larta. Nga njëra anë, kjo u pa si sukses i vettingut, e nga ana tjetër solli boshllëqe të mëdha në gjykata dhe prokurori, duke ngadalësuar ndjeshëm proceset gjyqësore. Me kalimin e kohës, kritikat ndaj vettingut u shtuan. Disa ekspertë argumentonin se procesi u zvarrit më shumë se sa parashikohej dhe nuk arriti të ndërtonte një sistem të qëndrueshëm zëvendësues. Të tjerë ngrenë shqetësime për standardet e vendimarrjes dhe mungesën e një mekanizmi të fortë apelimi që të garantonte drejtësi të plotë për subjektet e rivlerësimit. Megjithatë, përkrahasit e reformës theksojnë se vettingu nuk duhet gjykuar vetëm nga vështirësitë e përkohshme. Procesi ka krijuar një bazë më të pastër për sistemin e drejtësisë dhe ka vendosur precedent të rëndësishëm për llogaridhënie. Institucionet e reja si SPAK dhe gjykata kushtetuese e rindërtuar konsiderohen si tregues se reforma po jep disi rezultate, ndoshta edhe më afatgjata. Sot pyetja është: a dështoi vettingu? Kjo mbetet e hapur dhe e debatueshme. Për disa, vonesat dhe problemet strukturore janë prove dështimit, e për të tjerë, vettingu është një proces i vështirë por i domosdoshëm, që kërkon kohë për të dhënë frytet e plota në sistemin e drejtësisë. Në një kohë kur çmimet e naftës në vend po rriten përsëri, kjo edhe për pasojë të krizës ndërkombëtare dhe tensioneve në lindjen e mesme, qeveria ka vendosur të heqë mbështetje me naftë falas për fermerët shqiptar.
Në një kohë kur çmimet e naftës në vend po rriten përsëri si pasojë e krizës ndërkombëtare dhe tensioneve në lidhjen e mesme, qeveria shqiptare ka vendosur të heqë mbështetjen me naftë falas për fermerët. Kjo masë, e cila ishte në fuqi prej janarit të vitit 2021 dhe konsideroi një lehtësim për kostot e prodhimit, nuk është më pjesë e skemës kombëtare të mbështetjes për vitin 2026, të miratuarisht azi nga Këshillimi i Ministrave. Vendimi për të mbyllur skemën e naftës pa taksa vjen si një lajm i rënd për sektorin bujqësor, i cili po përballet me sfida të shumta. Në skemën e re të 2026-s, nafta nuk figuron më si masë mbështetje financiare, duke detyruar fermerët ta blejnë karburantin për punimet e tokës me çmim tregu. Ky vendim pritet të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e kostove të prodhimit për kulturat bujqësore, çka mund të reflektohet më tej në çmimet e produkteve për konsumatorin final. Për më tepër, heqja e këtij subvencioni do të thotë një tjetër faturë për fermerët e mesëm, duke e vështirësuar edhe më shumë konkurrueshmërinë e produkteve vendase në treg. Këtë verë në Sarandë banorët do të mund të flenë një orë më shumë, pasi muzika do të ndalojë në ora 23:00. Pas shumë ankesash nga qytetarët e pushuesi ndër vite këtë sezon veror, pritet të ketë një ndryshim të rëndësishëm për qytetin e Sarandës, por edhe në zona të tjera bregdetare. Muzika në plazhe dhe ambientet për atyre do të ndalet më herët dhe konkretisht në ora 23:00. Ky ndryshim vjen si pasojë e rregullave që pritet të miratohen nga Këshilli i Ministrave për menaxhimin e hapësirave publike në Bregdet, ku një ndër pikat më të diskutuara është pikërisht kufizimi i zhurmave gjatë natës. Specialistët e sektorit të policisë rrugore kanë arrestuar në flagrancë shtetasin AP, 28 vjeç, banues në Gjirokastër, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Dropull dhe Libohov kanë referuar materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin KJ, 66 vjeç, banues në fshatin Gjorgucat, pasi ban me vetgjytësi një objekt tip magazin në pronësi të shtetasit VM. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Të nderuar shikues të Alpo Televizioni, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë përshëndetemi këtu.